Ajo që pajtohem shumë, që rrallë politikane kanë si pjesë të vetën, është që fitoria në politikë du ta ketë një vazhdimsi dhe e kërkon kohën e vetë. Dhe Zoti Qori këtë ka pas që nga fillimi, se nuk mund të krijon një koncept të tillë politik që ja fiton zemrat të gjithëve. Kjo është shumë e vërtetë. Dhe unë mendoj që suksesi i juaj do të jetë ose do ta pret kohën pikërisht që e njeh gjuhën politike që mendoj që e ka suksesin në të ardhmen të afërt. E dyta, unë mendoj që ajo që i mungon Shqipërisë është opozitari ose ajo partia politike strumbullari që i bashkon gjithë. Për arsye se animoziteti ndaj Berishës është gati më i shprehur dhe më i madh se sa ndaj Edi Ramës. E treta, që unë nuk pajtohem të kjo pjesë me ty, është që Edi Rama është kameleon, për arsye se ai në momente caktuara ka qenë shumë i ashpër ndaj Trumpit, në një betejë zgjedhore me që rrallë kush një politikan që mund ta thotë atë. E quajti fatkeqësi botërore. Po, e quajti fatkeqësi botërore, ka pas epitete se intervistën e ka pas të unë dhe di çfarë ka deklaruar. Në kohën, në moment kur Bajdeni i ka humbë zgjedhjet, ka fol me pietet për Bajdenin dhe ka thënë fjalët më të mira dhe ka falenderu për bashkëpunimin. Bile ka falenderu në një moment kur Trump e ka urrejtur ma shumë se këtë tjetër në politikë Bajdenin. Sot dhe ka deklaratën, kjo tregon për një njeri që bashkëpunimi nuk e gjuna që lehtë dhe prandaj nuk pajtohem me ty, sot e ka që jam shumë i nderuar që kam bashkëpunuar me zotin Orban në një moment kur të gjitha shtetet e Evropës e kanë një fjali, iku Rusia nga Evropa dhe nga Hungaria. Do më thonë, nuk mundesh me thonë që ky kryeministri i Shqipërisë nuk ka kurajo, në momentet caktuara na mund të flasim për ato a ka gabim apo jo, por me thonë që ai është kameleon, është larg, shumë larg asaj që ju e thoni. Ajo që po du të nalem të Saljani edhe pastaj të pika e Tiranës. Për Saljani do futet vetë? Jo, unë do të flasme se ky ka fol. Zoti Qori, du të them diç. Ajo që më pëlqen shumë, dhe me thonë shumë të politika jote, është beteja jote për Tiranën. Për arsye se rrallë kush e din që beteja për Tiranën pastaj shpërndahet në gjithë Shqipërinë. Dhe kur e fiton betejën, dhe është një ndër të rrallët udhëheq partish që guxojnë dhe realisht e fusin gjithë kredibilitetin e vetë si kryetar partije për të hyrë në një betejë ku gati është e pamundur të fitohet në këtë moment. Dhe unë besoj që suksesi jëtë është pikërisht pse e bëni betejën në Tiranë dhe unë mendoj që një ditë të shpejtë do ta fitoni Tiranën pikërisht për këtë arsye. Edhe për shkak të vazhdimësisë, moralit dhe parimeve që ndërton. Por jo gjithmonë thash pajtohem me fjalinë tënde që unë, siç e tha pak më herët, unë nuk bëj kompromis dhe nuk bëj asnjë koalicion me askë jashtë parimeve të cilat unë i ndërtoj. Kjo është pastaj problem për arsye se të shmong nga ideja e fitores. Sa i përket vetëm diçka për Saljanin. Me shkurt, shkurt. Po jo, po Saljani do flas vetë tani. Shumë shkurt me Saljanin se ky foli për fitoren mënyrën e fitores tij. Se ky është ai Maxhari. Unë mendoj që në momentin që Saljani flet për fitoren Partinë Demokratike, Saljani e ka të pamundur ta fitoj betejën me konjunkturën se e din shumë mirë, duke pas përvojë brenda asaj partie, e din që konjunktura është më e fortë se sa votas dhe gjithçka është e kurdisur. Unë mendoj që duhet ta gjej apo nuk fitohet, se po qëse është e kurdisur. Të dyja janë, edhe e kurdisur edhe nuk fitohet. Nuk fitohet për arsye se është e kurdisur edhe se është e drejtuar nga një standard korruptiv i votës. Po themi kështu
ma zbuti. Aja që nëse dëshiron mu bom ma qarë, Po jo, më nuk e ose njeri i cili ik nga një moçal politik, duhet ta bësh partinë tënde. Edhe ti sigur zoti Qori, kërkoje kohën tënde. E di që është e vështirë, por unë besoj që kur e kërkon kohën tënde, jashtë kësaj strukture moçaliste, unë mendoj që do jesh shumë më mirë, shumë ma politik dhe fitoria do të vjen ma shpejt. të përgjigjem pak të kjo. Tjetër. Tani pse ka rëndësi Partia Demokratike në këtë moment dhe përmirësimi i Partisë Demokratike për Shqipërinë? S'pare, siç edhe ju e thoni se ju jeni në analizë, jeni në punë tuaj, mund ta thoni si doni, po çdo parti tjetër do t'i duhet koha vetë për të bërë të mundur ndryshimin. Pa diskutim. Që jep oksigjen Edi Ramës për të qëndruar edhe Kuptoj në ty. X vite të tjera. Kuptoj, po. Pra unë them që duke qenë se unë kam një kontribut jo të pakët në Partinë Demokratike, kam mbështetje që nuk duhet i vese, nuk duhet bëj garë me kungulleshka e mund se mund. Unë po them, sallat e takimeve, të njëjtat salla në takimet që kam pas unë dhe takimet që kam pas zoti Berisha, kam qenë shumë njerëz aty ku kam qenë unë. Tani, ka një parim demokraci, gara vota, çdo herë në të kaluarën, se prandaj nuk po përgjigjem prapë edhe një pjesë të narrativës së parshme, Sali Berisha i ka kërkuar të hynin garë dhe nuk i hyn dhe njëri. Merrni rastin e zotit Pollo, për shembull, në 88-ën, se i kërkonin garanci. Unë po them, pavarësisht se nuk ka garanci. Sot është një muaj e pak larg garës, nuk ka lista zgjedhjesh ajo në atë parti, nuk dihet kur regjistrohen kandidatët, nuk ka komisioner. Pra fars, ajo që bëhet tek Rama, ajo që bëhet te Rama, po bëhet këtu, por unë po them prap, hajde bëjmë garë me kushtet që i cakton ti. Me kushtet që i cakton, Sali Berisha, i cili me ligj nuk duhet të ishte as kryetar partie, me statutin e partisë, dhe as nuk do të lejohet të kandidonte. Se këtu flasin për publikun e pra, kush e pengon, se përgjegjes para publikut, duhet bërë ai që është, kush e pengon ndryshimin? A e pengon që Edi Rama është kaq i fortë? Jo. Edi Rama nuk ka marrë asnjëherë më shumë se sa 48% edhe në zgjedhjet e fundit. Ndarja e votës, fragmentimi i votës, problemi që ka opozita. Ka ndodhur që ka sjell këtë. Dhe unë them që Partia Demokratike me një leadership të ri e mund Edi Rama në këto zgjedhje. Ju thoni duhet bërë një gjë tjetër. Ky është komplet tjetër diskutim pastaj. Kjo nuk e sjell rotacionin. Jemi me ty për këtë. Jo, po mirë, po unë po them këtë gjë që nuk e kuptojmë se nuk e sjell dot rotacionin. Kemi qenë këtu dhe kemi parë. Mirë, pra, po ka një gjë që vjen edhe për shkak të, prandaj e thash edhe këtij zotërisë, deri sot, që fitoi zgjedhjet, deri dje, kshu i kanë thënë, nuk ja del dot, nuk e bën dot etj. Këtu ka një element që është shumë i rëndësishëm për mua. Mund u them unë si e mendoj unë këtë. Unë shoh një gjë që ka, po themi dy mendime që janë apo dy realitete krejtë ndryshme, një në studio, që u i thoni si fakt.